Po sigurisht që është lista pak a shumë që Silvinho e ka piketu kohë ma parë, sepse me këto futbolista ai ka besu që në fillimet e tij si trajner i ekipit kombëtar. Me përjashtim në një rastit veçantë, mendoj që është një listë që pritej të ishte e tillë. Mendimi jam personal dhe ai që unë besoj është se në këtë listë pa diskutim duhet të ishte futbollisti shqiptar i cili luan në Angli në Championship. Dhe për momentin mendoj që është në momentin e tij më të mirë, sepse është një futbollist që ka lozur mi 1300 minuta në Championship, ka shënu 5 gola dhe ka dhënë 3 asiste. Dhe ai quhet Anis Mehmeti dhe jam shumë i surprizuar se si ka mundësi që Shqipëria, duke parë edhe futbollistat e tjerë në fazën sulmuese që nuk janë në nivelin e tyre maksimal të formës sportive, dhe të keshin lojtar që ka luajtur konstant dhe me shumë efikasitet dhe ka kanë shumë i rëndësishëm për klubin e tij, nuk thirret në kombëtar. Kjo më lën shije jo të mirë, por në përgjithësi pjesa tjetër e listës është ajo që pak a shumë ne e njohim dhe pas një lloj surprize. Po shiko, me të thënë drejtën, po të shikosh edhe performancën e Manajt, edhe Daku, edhe Broja janë sigurisht futbollistat kryesorë në majën e sulmit për ekipin kombëtar. Sigurisht që Tuci është një lojtar i rëndësishëm, por në të momente nuk mund të jetë lojtar titullar. Sigurisht që edhe Tuci ka pretendimet e tija, edhe është një djalë ambicios që pretendon me kanë pjesë e rëndësishme e kombëtarës. Nuk është dhënë mundësia që ai ka pretenduar me pas. Futbolli është luftë, është konkurrencë. Sigurisht që Tuci ka mundësi me besu të vedi, ka mundësi me prit momentin, edhe prej momentit që t'i japet mundësia, ai duhet me demonstru karakteristikat e tia dhe me stampu vendin në formacion e ekipit kombëtar. Por për momentin ne nuk kena një futbollist absolut, mendoj që e ka të cimentuar vendin në ekipin kombëtar, sigur, përveç ndoshta Gjimshitit dhe deri diku Strakosha, mendoj që të tjerët janë gjithë në konkurrencë me grupin dhe kjo ndërton pastaj edhe ato bazat që sjellin suksesin, se konkurrenca është tepër e rëndësishme. Po knatësit sigurisht që janë pjesë të lojës, por Tuci është një lojtar që nuk ka shumë eksperiencë në ekipin kombëtar. Dhe sigurisht që nuk është e vështirë me eliminu një lojtar që nuk ka lanë një kontribut, ndoshta edhe jo për fajti, po futbolli i tillë është. Po shiko, Marashkulla është e sigurt që është e ardhmja e kombëtarës në qendrën e mbrojtjes. Sigurisht që ai ka kalu një situatë të vështirë, sepse para pak kohësh ai kthehet nga një dëmtim gjurit, i cili e ka lënë mrapa në ka vetëm një javë që është kthyer në fakt nga ky lëndim i një muaji më parë. Tani kthehet mas një lëndimi tjetër, për apo një javë nuk është e mjaftueshme për me pas ti gjenjen maksimale të fitnessit. Dhe këtë situatë që është Shqipëria, sigurisht që ka nevojë me pas lojtar 100% të formës tyne. Ismaili që është kthyer po nga një dëmtim ka marrë minuta mjaftueshëm tek skuadra e tij Torino për të kenë pjesë e kombëtarës
shqiptare, por në këto momente që jena, Ajeti, Gjimshiti janë lojtarët që po bajnë mjaft mirë dhe besoj që me këto dy lojtarë ka për të fillu të dy ndeshjet si me Andorën edhe me Anglinë, Silvinjo. Besoj që kumbulla është aty, është pjesë e rëndësishme e ekipit kombëtar, por ai e ka të nevojshme me kënë maksimumin e tij për me lanë kontributin që ai mundet me lanë për ekipin kombëtar. Ernest Muçi, mu m'vjen keq edhe për Ernest Muçin, sepse ka pas një situatë i cili është largu nga Beshiktash dhe normalisht ka pas edhe periudhën e tij që nuk ka kenë në momentet më të mira, po prapë është një lojtar i rëndësishëm, është një futbollist që ka vlera profesionale shumë të mira dhe nuk e di, këto futbollista duhen menaxhu sepse në të ardhmen Ernest Muçi mund bëhet një lojtar shumë i madh i ekipit tonë kombëtar. Nuk e di sepse nuk është thirrë, nuk e di sepse edhe forma e tij ndoshta s'është maksimale, ndoshta edhe shijet e Silvinjos nuk janë që të kenë në skuadër një lojtar si Muçi ose Mehmeti, por futbolli është i tillë që teston karakterin, teston nervat, to duhet mu të regu profesionalisht qetë dhe duhet punojnë fort që të luftojnë për me marrë atë që mendojnë që meritojnë, sepse besoj që nëpërmjet këtij lloji mentalitetit ato do të kontribuojnë ekipin kombëtar, por nga një herë çdo gjë nuk shkon siç këto futbollistat dëshirojnë me shku, por lufta është e gjatë dhe këto janë vetëm thjesht disa betejë që ato s'po marrin pjesë. Po shiko, unë tani analizoj në aspektin total të situatës, sepse ne luajmë kundër Andorës në Andorra, Serbia shkon në Serbi, në Londër. Unë menoj që Serbia në Londër shkon për rezultat, pavarësisht se ato nuk janë favorit, por mentaliteti tyne është i tillë që ato menojnë që me futbollistat që kanë dispozicion, dhe po t'jenë bashkum, sigurisht që mundën me i bëjt një surprizë Anglis, mes të Anglis. Neve duhet të reagohemi shumë qetë dhe shumë të organizuar profesionalisht në mënyrë që të marrim një fitore e cila do të na marrë në garë për play-offin, sepse përveç fitores çdo rezultat tjetër do të ishte shumë i pakëndshëm për situatën e ekipit tonë kombëtar. Por të njëjtën kohë ne kena shansin e bukur edhe mundësinë me bën një ndeshje të madhe, pse jo me marrë edhe një rezultat të rëndësishëm kundër Anglisë në ndeshjen e fundit të eliminatorëve. Dhe kjo do të ishte si tush çëshia mitort që ndeshja me Anglinë na japte ne mundësinë me luftu fort në stadiumin tonë e Albania me tifozat tonë, me kundërshtu Anglinë dhe me i marrë atë që ne mundena me ja marrë, nëse e gjejmë Anglinë ndoshta edhe në një moment disi të kënaqur, sepse paga shumë ata janë tashmë në botënor. Po zoti Bata, janë dy ndeshje tepër të rëndësishme dhe duhet maksimumi i çdo futbollistit dhe stafit për me marrë maksimumin e këtyne pikëve. Po mendoj që presioni është në çdo aspekt jetës. Normalisht edhe po dolem rrugë duhesh me keni përqendruar sepse mundet me nuk diçka e pakëndshme. Presioni është pjesë e jetës dhe kur je futbollist i niveleve profesioniste, si që janë futbollistat tonë, jam i sigurt që ato dinë me menaxhu presionin. Janë futbollistat të mirë edukum edhe mirë të trajtuar profesionalisht, kështu që me Anglinë është një ndeshje që neve nuk kena asgjë çfarë me humbë.
sepse opinioni është i tillë që ne na të binun që anglez janë më të fortë se na. Ne na të binun që ato kanë futbollista shumë më të mëdhenj se futbollistat e ekipit ton kombëtar. Por një ditë caktuar dhe një orar caktuar ti mundesh me kanë aq i bashkuar e mu bë aq i fortë sa që mundesh me kanë një kundërshtar shumë i vështirë edhe për këtë superfuqi të futbollit siç është Anglia. Kështu që presioni mendoj më i madh është tek fitoria dhe përgjegjësia që futbollistat kanë për me marrë puna Andorës, kurse me Anglinë është një leshje luksi, e cila na jep mundësi me baj diçka të jashtëzakonshme. Ja, është thjesht të rinë bashkuar, luftojnë për njëri tjetrin. Ato 15-16 futbollistat që kanë me kanë pjesë e minutave të ekipit kombëtar, sigurisht që duhet jenë me të vërtet gladiatorë në këto dy meshje dhe mos ta lajnë shansin e tyne të artë me rëshqit në adorat sepse vjen rrallë herë. Tani i ka ardhur dhe është momenti që ato me bë hapin tjetër dhe me ju afru finaleve të botërorit nëpërmjet play-offit.